Më pëlqeve Bebi sepse në sqarimet tuaja, në mesazhet tuaja përmende shumë trashëgimin të parët. Sa e nevojshme dhe se sa e dobishme është që kjo trashëgimi të mbahet e gjallë, që brezat e sotëm ta kuptojnë Ramazanin si një linjë shpirtërore e pandashme që është pjesë edhe e identitetit, pjesë e natyrshme e identitetit të popullatës, të vendit ku jetohet, sa e rëndësishme dhe se sa efekt frymëzues ka përpos sqarimeve të spektrit teologjik, po se sa është pjesë frymëzuese, sepse ka të bëjë me modelin. Ne sot jemi dhe në kriza modeli. Dhe kjo krizë modeli na bën nga një që të arratisemi dhe në të vjetrën, në të kaluarën, për ta marrë si frymëzim dhe për thënë, ok, shife, pas ka ekzistuar, du ta bëjmë dhe ne këtë gjë të mirë. Në shpesh dëgjojmë të e përmend islamin tradicional. Islami tradicional, kështë ne është konë një, me thonë, islam i mirëfillt. Tek traditat, sidomos në Ramazan, unë mund të quaj Ramazanin, po e kanë quajtur edhe para meje, një kurs intenziv. Tek ne, po flas për kushtona më shumë rrafshit të Dugaxhinit, Ramazani është janë përgadit në të kaluarën se po vjen Ramazani. Janë bugati se po vjen Ramazani. Përveç një diçka që ma straf me tepru, me ushqimet nuk e kanë tepru. Sot po dallon ajo tradita e familjeve, e iftareve, e organizimeve që janë bërë. Në të kaluarën, ai fshat i cili nuk ka pas xhami, s'ka pas imam. Edhe nëse kanë 5 apo 6 katunde në Dugaxhin ka xhamia rrallë, 5-6 katune me një xhami që kanë gravitu, secili katune ka marrë imamin për Ramazan. Dhe ai imam i Ramazanit e ka pas një dobi. Në kohën e drekës e ka pas programin me mësu të rit, me mësu fëmijët. Pa dallim gjenie, është kanë organizuar një od, ku janë mësu është majt me i tepi, mësim besimi i fëmijëve, më është falë namazit taravive, mas iftarit për diet akshami, namazit taravive, dhe imami e ka pas programin që të ketë një ligjërat. Ta ashtu në ligjërat kanë marrë pjesë familjar për diet, po edhe të rritë që ne i quajmë hyzmeqartë, që kanë servu, edhe ata janë obligu që të hynë mrena të futen në odën e burrë dhe të dëgjojnë imamin në ligjëratat e tina. Ligjëratat në kanë të mirëfillta, në kanë të mira, dhe këto është kanë një afrim, një dashuri, sepse Allahu xhalla shanuhu nuk po e zbrit Ramazanin, agjërimin, nuk na ka punë neve për me na mundu neve diçka, siç edhe ka ardhur në ajetin kuranor, la'alekum tattaqun, pra po ju drejtohet besimtarve me një agjërim. Po tregon që kanë pasur edhe të tjerët agjërim, por agjërimi i besimtarëve musliman, agjërimi i ummetit Muhamedit alayhi salatu wasalam është për devotshmëri. Devotshmëri me Allahun xhalla shanuhu, po devotshmëri mes njerëzve, afrim i zemrave, afrimi njerëzve ndërmes veti. Dhe kjo është një e mire Allahu xhalla shanuhu, që të mirat Allahu xhalla shanuhu nuk kanë fund, dhe përveç ata të cilët i shijojnë këto të mirat Allahu xhalla shanuhu, i dinë sepse tjetër kush nuk mundet me ditë, si ka ardhur rasti me Zekrijan alayhis salam, kur është konë të fresku në ditë të verës, dhe Allahu xhalla shanuhu ka qenë sprov, pasoni, edhe me dhanë pasoni sprov, dhe ai del prej ujit, veshë diçka dhe një rrobë që ka pas më të madhe, nis me i marë florit që ja qënë Allahu xhalla shanuhu, po grabit me të shpejt. Dhe Allahu xhalla shanuhu i fol. A kështu pejgamberi Allahut nxiton mas mallit, mas pasonie, dhe që e thot Zekrija alayhis salam, a turpërohet, më thonë, po turpërona, i thot, o Allah, e kush ngopet me të mirat tua. Kështu që Ramazani, që neve na vjen Allahu xhalla shanuhu, është një e mirë e Allahu xhalla shanuhu, dhe na nëse e shfrytëzojmë, po patjetër që duhet ta shfrytëzojmë dhe nuk ngopem me të mirat Allahu xhalla shanuhu.